Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, ligjëratën e kaluar kemi folë për disa dobi dhe disa mësime nga fundi i bojkotit që kishin bërë mushrikët ndaj familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose më saktë thonë ndaj fisit pejgamberit alayhi salatu wasalam, qofshin këto të Banu Hashim ose Banu Muttalib. Dhe përmendëm se pas 3 viteve ata arritën të dalin nga Shebi ose nga ajo gryka ose nga ajo lugina e Abu Talibit, dolën nga bojkoti, dolën nga izolimi, dolën nga uria, ama kur dolën me pasoja. Për arsye se 3 vite uri, 3 vite etje, 3 vite mundime, kishin lënë pasoja në tek ata të cilët ishin të bojkotuar. Domethënë trupat i kishin të lodhta, shëndeti i zhdopsu shumë, kishin lënë gjurmë të çdo njëri prej tyre, në veçanti të 2 prej tyre, prej atyre që kanë qenë prej mbrojtësve ose përkrahasve më të fortë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ishte Abu Talibi dhe Khatija radhiyallahu anha. Domethënë vetëm pak ditë ose javë ose edhe muaj nga pas bojkotit, ndru një të dytë, edhe Abu Talibi edhe Khatija radhiyallahu anha. Për këtë arsye dietarët e kanë llogarit këtë vit për arsye se kanë ndru jetë për pak kohë, sikur se ta përmendim detajet më pas. Këtë vit kur kanë ndru jetë edhe Abu Talibi edhe Khatija radhiyallahu anha, e kanë quajtur disa dietarë të mëvonshëm të sirës, e kanë quajtur sikurse Amul Huzn, viti i pikëllimit ose i mërzisë. Nuk është se pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë vit ka humbur pasuri, ose ka humbur doni betejë, ose ka humbur diçka për çështën e kësaj dunjas që ka qenë paranësi për ta, po ka qenë për arsye se pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka humbur 2 prej përkrahasve më të fortë. Qoftë ai që ishte përkrahasi i jashtëm, që ishte Abu Talibi, që ndihmonte përkrahte, ishte krahu i tij, ose përkrahja e brendshme që ishte Khatija radhiyallahu anha, e cila e qetësonte, e ngushëllonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe mbështeste atë kur ka pas nevojë. Ky vit është quajtur Amul Huzn, jo në bazë të transmetimeve të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Nuk ka ndonjë hadith, ndonjë transmetim nga pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam se ky vit quhet viti i pikëllimit ose Amul Huzn. As fjalë nga dikush prej sahabëve ose tabiinëve, ose bile edhe ulemat e hershëm të sirës nuk e kanë përmendur këtë vit dhe nuk e kanë emërtuar me Amul Huzn. Kush janë ata që kanë emërtuar? Kanë emërtuar disa prej ulemave të sirës të mëvonshëm. Dhe kjo thjesht veç për të më treguar peshën e ngjarjeve që kanë ndodhur gjatë këtij vitit. Do të thonë nuk është tjetër veç se për më treguar peshën e ngjarjeve që kanë ndodhur në këtë vit, për arsye se ka qenë vit i rëndë për pejgamberin alayhi salatu wasallam. Ka qenë vit i vështirë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Deri në këtë kohë vëllazër, do të thonë pas bojkotit, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kurishët nuk guxonin ta sulmonin. Nuk guxonin ta sulmonin për arsye se e kishte pas Abu Talibin. Edhe pse Abu Talibi nuk ishte musliman, ama ishte prisje Banu Hashim. Dhe nderi fisnor që ka qenë tek arabët, domethënë nuk i ka leju mushrikëve që ta sulmojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam, veçse pastaj e kanë ditë që i pret domethënë hakmarrja ose i pret luftja me gjithë fisjen. Ama mas daljes nga bojkoti, Abu Talibi, domethënë për arsye të moshës, por edhe për arsye të vështirësive që i kanë përjetuar urisë këto tjerat, domethënë u somu, u rëndu në shëndet, domethënë uria, vujtja, i shtim mosh, domethënë këto kanë ndikuar që Abu Talibi të dobësohet shumë, të sëmurët shumë, edhe i afrohet, domethënë fundi i jetës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas dikush që e ka mbrojt në Mekë sikurse Abu Talibi, apo kur ishte fëmijë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mor nën kujdesi, bile ka dasht dhe e ka veçuar më shumë se sa vllatë e vet. Kur kanë dashur mushrikët ta sulmojnë, nuk e ka dorëzuar. Kur kanë dashur mushrikët t'i bojnë diçka, ka qenë sikurse e mor mbrojtës mes tij edhe mushrikëve dhe sulmuesve, apo kur e bojkotuan ata në Sheb, edhe ki pranoi me hin në Sheb bashkë me ta. Apo në atë Shebën ose atë Grikën ose luginën e vet. Edhe pse nuk ishte musliman, edhe pse nuk ishte prej pasuesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ama ishte në gjendje domethënë atë autoritet që e kishte ose atë pushtet që e kishte,
domethënë ta shfryzon vetëm e vetë ta mbron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Bile ka pas raste kur e kemi përmend kur kanë qenë në bojkot, Ebu Talibi e ka ndru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me dikën për evladëve vetëm e vetëm nga frika se ka menduar që ka mundësi dikush më shku me bë atentat ose me sulmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj do të thonë ka lënë me flet me një vend, pastaj gjatë natës ja ka ndru vendin me dikën për evladëve që ta mbron sepse ka dashur shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka dashur, edhe pse ka përkrah, edhe pse ka ndihmu, në fund nuk e ka besu. Andaj transmetohet nga Buhariu dhe Imam Muslimi nga njëri prej sahabëve që ka pas emrin Al-Musayyib ibn Hazan al-Asadi radhiyallahu anhu, i cili thot se kur i afru vdekja Abu Talibit, shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i gjeti tek ai Abu Jahlin dhe Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira. Dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya am, kul la ilaha illa Allah." O axha jam, thuaj la ilaha illa Allah, kalimatan uhaju laka biha inda Allah. Fjalë të cilën unë kam e pas argument para Allahut. Po ti nuk kemë fal, nuk kemë ri ndoshta namazin, agjerimin e këto tjerat, nuk kemi mri. Nuk kemë bërë shumë punë, ama kam e pas një argument unë mes meje edhe Allahut azza wa jalla që të kem që të shpëtojsh. Nuk i kërkoj, o vëllezër, është interesante, nuk i kërkoj këtu pasuri ose nuk i kërkoj trashëgimi edhe pse e dinte se tashmë është fundi i jetës tij ose shifke dhe kishte shenja. Mi po tha vesh një fjalë. Sikur se ishte çket fjalë që e kërkonte edhe për mushrikëve të tjerë. Nuk shlip ke më shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bile është me një transmetim ku ka thënë Abu Talibi se ka thonë ti nuk ke kërkuar një pjesë për tyre shat ata. Domethënë nuk ke kërkuar diçka shumë, po ato edhe çket s'po ta japin. E që ka qenë një fjalë, ka qenë kjo la ilaha illa Allah. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe për Abu Talibit e kërkonte veç një fjalë. E cila fjalë domethënë mundesh me thonë për pak sekondë, ama ta mundson shpëtimin e përhershëm. Kjo fjalë la ilaha illa Allah është menhaj jete, vëllazër. Andaj nuk është thjesht një fjalë që e thot njëri me gjuhë. Po është fjalë dhe fjali që nuk kupton se ti dush me adhuru Allahun dhe të vetëm dhe dush me braktisë çdo adhurim tjetër të dikujt tjetër posa Allahut subhanahu wa taala. Andaj momentin që e tha këtë fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ya am kul la ilaha illa Allah, o axha jam thuaj la ilaha illa Allah, fjali që unë kam e pas argument mes meja dhe Allahut ditën kur dal para tij, që më shpështuti nëse e thu. Në momentin që e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërhin Abu Jahli. Menjëherë këthen dhe thot e tërgabu an milleti Abdul Muttalib, a do me braktis fejnë Abdul Muttalibit. Pra Abu Jahli e vëllezër e ka kuptu fjallën ose domethënien e fjallës la ilaha illallah. Bile që ka thonë edhe ulemaja, Abu Jahli e ka kuptu ma mirë se sa një pjesë e muslimanëve. Për arsye se çka, po është një fjallë, ama e ka kuptu se kjo nuk është fjallë gjuhë. Po nëse thu këta në momentin që e thu, dush mi u bind sa fjallë, dush mi nështru sa fjallë dhe dush mi braktis çdo gjë. Ma vetëm se fillon një jetë e re, edhe një bindje e re, edhe një besim i ri. Andaj e refuzoi ai, po dhe dojke edhe ndikon tek Abu Talibi ta refuzon dhe mos ta pranon, edhe pse ishte vetëm një fjalë, më ishte fjala më e madhe. Gjithashtu është interesant vëllazër se Abu Jahli kur thot e tërgaba milleti Abdul Muttalib, a do me braktis fen Abdul Muttalibit, nuk kupton këto që nuk ka hi këtu tash me argumente. Nuk ka hi këtu tash me Kur'anin, mushtia, po ka shkuar ka përdor një kartë tjetër të ndihshme që ka qenë tek arabët, që ka qenë fisi, tradita ose mendimi i tjerëve. Do të thonë nuk shkoj se ka ditë se aty e ka të humbë betejën, am këtu tash do ta shfryzon diçka që është pikë dobët tek arabët, që është çështja e fisit ose çështja e krenarisë fisnore. Andaj këtë përdori për arsye se e njëjtë mirë psikologjinë, domthonë Abu Jahli, andaj nuk e luftoi argumentin, nuk e luftoi Kur'anin, nuk e luftoi këtë fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po shkoi e shfryzoi, domethënë këtë krenarin, që quhet krenari fisnore. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdonte ta përsëriste duke thënë ya am kul la ilaha illallah, o jam thu la ilaha illallah. E këta tjerë përsëritnin dhe thonin e tërgabu an milleti Abdul Muttalib, apo do me braktis fen Abdul Muttalibit, dhe kështu vazhdoi kjo derisa fjala e fundit që e tha Abu Talibi, fjala e tij e fundit ishte se un jam fen Abdul Muttalibit. Dhe nuk e tha shahadetin. Dhe kjo është momenti më i rëndë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kishte në Mekë, për arsye se dikush që ka mbrojt plot 10 vite, ka qenë krahu i tij, po flasim tash si pejgamber, e mos flasim para asaj që i ka qenë krahu i tij dhe kujdestari i tij, domethënë po ndron jetë
jo sikurse musliman, edhe pse ka pas përkrahasjen më të madh. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam tha më pas: la astaghfiranna laka ma lam unha an. Kam me kërku falje te Allahu përderisa nuk më ndalon Allahu. Pra kam me vazhdu, jam mërzit shumë, jam pikëllu shumë, a ka unë është eran shumë, a mune s'kam munal, kam me kërku falje te Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse së më ndalon Allahu. Përderisa nuk më ndalon Allahu, mi pa Allahu surën Tawbe zbiti një ajet ku tha: ma kana lin nabiyyi wal ladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nuk I takon pejgamberit e as besimtarëve që me kërku falje për mushrikët, edhe nëse I kanë pas ato të afër, pasi që I kanë pas qartë se ata janë nga banorët e zjarrit. Andaj po vdes Ebu Talibi në vitin e 10 të pejgamberllëkut. Dhe kjo me xhumhurin, sipas mendimit të xhumhurit ulemave, pasi ka dalë nga bojkoti që I kishin bërë mushrikët dhe 3 vite para hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pas kësaj ngjarje zbret Allahu azza wa jalla një ajet ku thot: innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. I thot pejgamberit alayhi salatu wasallam, ti nuk e udhëzon kan don, po Allahu është ai I cili e udhëzon kan don subhanahu wa taala. Ka ardhur një transmetim sahih në Imam Muslimit nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam se I ka thonë, domethënë Abu Huraira transmeton se pejgamberi Allahut I ka thonë Axhazvet, kul la ilaha illa Allah ashhadu laka biha yawm al-qiyamah. Thuaj fjalën la ilaha illa Allah që këtë ta kem dëshmi ditën e gjykimit. Mi po pastaj ka thonë Abu Talibi, laula an tu'ayyirani Qurayshun yaquluna inma hamalahu ala dhalika al-jaza la akrartu biha aynak. Ka thonë nëse nuk kishin fol keq Qurayshët dhe të kishin menuar që unë këtë tham nga frika për vdekjen, do ta kisha kënaq synin tan. Kuptimi që do ta kisha thënë veç mu kënaqsi, mu ratuti. Atëherë thot Allahu subhanahu wa taala zbret: innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ti nuk e udhëzon nuk pejgamber ka ndo. A pse ti ke dashur Abu Talib me udhëzu, ama Allah s'ka dashur. Andaj ti nuk e ke në dorë këtë apo e ka Allahu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nga kjo vëllazër ulemaj kanë thonë kur kanë folur për çështjen e udhëzimit, kanë thonë se udhëzimi është dy lloje. Që është hidayatul irshad. Domethënë udhëzimi që është udhëzimi I sqarimit ose udhëzimi I tregimit të hakut, vërtetës. Kjo është ajo që e bojnë pejgamberët, e bojnë hoxhallarët, e bojnë ulemaja, e bojnë thirrësit, pra vetë u sqarojnë rrugën, u I këshillojnë njerëzit, I udhëzojnë drejt rrugës së vërtetë, që kjo është për të cilën Allah azza wa jalla ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasallam: wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim siratillah. Ti o pejgamber udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e Allahut. A më çfarë udhëzimi? Hidayatul irshad, domethënë ti thjesht vesh e sqaron rrugën. E sqaron e bën të qartë rrugën të vërtetën hakun. Pastaj është ai lloji I dytë I udhëzimit që është hidayatut tawfik, që është udhëzimi I suksesit ose pranimi I zemrës. Për me pranu, kjo pastaj nuk është për dorë tonë, është në dorën e Allahut. Domethënë është Allah I cili ja hap zemrën dikujt me pranu hakun. Është Allah I cili ja bën të qartë dikujt hakun dhe pranon. Është Allah subhanahu wa taala I cili ja mëson dikujt ta pranon hakun. Nuk është dikush tjetër, po është veç Allah azza wa jalla. Andaj në këtë kuptim të hidayatut tawfikit është ajeti innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ti nuk e udhëzon kan don. Po Allah udhëzon kan don subhanahu wa taala. Andaj kjo ajet vëllazër nuk ka zbrit për veç për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Nuk ka zbrit për çdo njëri për muslimanëve. Domethënë për arsye se tek muslimanët ka prind që kanë ngajlën e udhëzimit të fëmijëve, ose ka burra që kanë ngajlën e udhëzimit të bashortëve, ose bashortët që kanë ngajlën e udhëzimit të burrave, ose edhe xhallat që kanë ngajlën e udhëzimit të xhamatit, ose thirrsa e kështu me radhë. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ti nuk e udhëzon kan don, po është Allah subhanahu wa taala I cili e udhëzon. Pra ti nuk je përgjegjës I zemrave pranimit të zemrave të dikujt. Ti nuk je përgjegjës për me hap zemrën dikujt me pranu hakun. E jo ti është vetëm me këshillu, me kumtu të vërtetën hakun, ndërsa pjesa tjetër është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Kur Abu Talibi vdes vëllazër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mërzit shumë, u pikëllu shumë alayhi salatu wasalam, jo vetëm për faktin se e humbi axhën e vet. E humbi atë që kishte përkrahas të jashtëm, atë që kishte mbrojtës. Po edhe për faktin se axha vet nuk e pranoi Islamin dhe kishte më aron për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ama e kuptoi innaka la tahdi man ahbabta. Ti nuk e udhëzon kan don.
Edhe pse Abu Talibi ishte ai i cili e mbrojti pejgamberin alayhis salatu wasalam, kishte duru bojkotin, kishte refuzuar ofertat e Qurayshëve, kishte hyrë në Sheben, kishte sakrifikuar pozitën edhe rahatina më megjithatë vdiq pa thon fjalën la ilaha illallah. Do njerëzit të vëllezën vetën dhe thonë, a nuk i mjafton dikujt të jetë njëri i mirë, thjesht. Do të thonë pse nuk mjafton me ka njëri veç një njeri i mirë dhe me shpëtu nesër te Allah. Është historia e Abu Talibit përgjigje më e mirë, ose prej përgjigjeve më të mira. Abu Talibi vëllezër ishte njëri bujar, ishte njëri fisnik, ishte njëri që ka sakrifikuar dhe ka mbrojt vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ama veç për faktin se nuk e adhuroi Allahun ja të vetëm, kjo nuk i bën dobi nesër te Allahu subhanahu wa taala veç se pak. Çka është kjo pak ta përmendim në vem. Andaj po Islami thret ose nuk e mohon vlerën e moralit të mirë ose moralit të lartë. Ama na mëson neve se morali pa akide, pa tauhid, pa besim nuk është që të shpëton te Allahu subhanahu wa taala përjetësisht. Megjithse Abu Talibi vdiq si jo musliman vëllazër, Allah azza wa jalla lejoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një lloj të veçantë të ndërmësimit shefatit, që është për axhën e vet. Kjo nuk do me thonë që ka shpëtuaj përjetësisht, jo ka me kanë për banorëve të xhenemit përjetësisht, mirë po do t'i letohet dënimi, sikur se ka ardhur në transmetimin ku thot Abbasi radhiyallahu anhu, dhe këtë kemi përmendur në ligjëratat paraprake, ku i ka thonë ja Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talibin bi shay'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak. Ja Rasulullah, i ke bë hajër dobi Abu Talibit për arsye se ai ka për kratit ka ndihmu. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Naam, huwa fi dahdahi min nar, walaula ana lakana fi ad-darki al-asfali min an-nar." Po thot ai është në dënimin më të lehtë. Mësi shkon ai shkon në dënimin më të rënd. Është në transmetim tjetër, kjo që e përmendur Buhari Muslim, në transmetimin e Muslimit është ahwanu ahli an-nari adhaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bina alayni yaghli minhuma dimaghu. Allahu al-musta'an. Thot dënimin më të lehtë ka Abu Talibi, i cili ka nallet të zjarrit që i vlon trunin nga xhesia. Është me një hadith tjetër, vëllazër, që është i ngjashëm, këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu: "Inna ahwana ahli an-nari 'adaban yawm al-qiyamati ila rajulun tuda'u fi akhmas qadamayhi jamratun yaghli minhuma dimag." Njeriu me dënimin më të lehtë në kiamet, në xhenem, do ta ketë një njeri i cili në këmbët e tij ka gacë që i vlojnë trunin nga nxehtësia. Me një transmetim ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Ma yara anna ahadan ashaddu minhu 'adaban wa innahu la ahwanuhum 'adaban." Thot menon që kjo është dënimi më i rënd, edhe pse ai nuk e di se është me dënimin më të lehtë. Ka thonë ulemaja, ka thonë që ky hadith flet për Abu Talibin. Pra dënimin më të lehtë ka Abu Talibi. Në bazë të transmetimeve të tjera. Dikush thot, po, është Abu Talibi me këtë dënimin më të lehtë, po ka edhe dikush tjetër sikurse Abu Talibi që e ka edhe dënimin e lehtë. Ama më të lehtë se Abu Talibi s'ka. Ose më dënim më të lehtë se sa kjo që është përmend, nuk ka, Allahu na ruajt. Domethënë nëse kjo është dënimi më i lehtë, vëllazë, mund të më paramë dënimi më i rënd. Andaj besimtari duhet të bëhet çmos, qoftë me akiden e tij, që është qelsi, po edhe me vepra të tjera të mira, me bëhet çmos që me bë pengesë mes tij dhe zjarrit që dënimi më i lehtë ka nga kjo që ka shpërshkruajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja vlen me përmend dazësi në temë këtu, ku është urtësia e mos udhëzimit të Abu Talibit në Islam. Domthonë ku çndron ajo pse Allah azza wa jall Abu Talibin megjithse ka qenë mbrojtës edhe përkrahasi pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk është që është udhëzuar ose ka hyrë në Islam. Kryesora vëllazër është që edhe pse ne si besimtar nuk është që patjetër kërkojmë urtësinë, pa gjithsesi se ka mundësi ne nuk e arrim, nuk e dim, nuk e kuptojmë, ama gjithsesi se Allah subhanahu wa taala çdo gjë që bën vepron vetë se është në bazë të urtësisë së tij, drejtësisë së tij, dijes së tij absolute subhanahu. Mi po ajo që kanë përmendur ulema është që Allah azza wa jalla t'u bën të qartë robërve të vet se udhëzimi është vetëm dorë të Allahut azza wa jalla. Do thonë Allah nuk e ka udhëzuar Abu Talibin edhe pse ka dashur shumë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Nëse kish pas dikush që ka dashur më shumë, ka qenë Abu Talibi, ka përkrahur shumë. Ama kjo tregon se është dorë të Allahut, nuk është dorë as pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që nuk kupton kjo se udhëzimi i zemrave nuk është dorën e dikujt tjetër përveç se dorën e Allahut. Largimi i brengave nuk është dorën e dikujt tjetër përveç se dorën e Allahut. Falja e mëkateve nuk është në dorën e dikujt përveç se dorën e Allahut subhanahu wa taala. Shpëtimi nga dënimi nuk i takon dikujt tjetër përveç se Allahut subhanahu wa taala. Andaj sikurse pejgamberi alayhi salatu wasallam kish pas diçka në dorë,
prej udhëzimit zemra, falët, mëkatet, shpëtimin në ahiret, do ta kishte shfryzuar këta për axhën e vet. Ama megjithse pejgamberi alayhis salatu wasallam ka qenë krijesa më e dashur e Allahut. Krijesa që Allahu subhanahu wa taala e ka pas më të afërt. Do thonë ka qenë i dërguari i Allahut dhe ka qenë ai i cili Allahu subhanahu wa taala ka pranuar duat prap e ka bënë që edhe axha i vet, domethënë edhe pse ka përkrah shumë, mos më u bë musliman. Që më tregu që kur çiket pejgamber që unë e du mas shumti dhe është më i afërt te unë. Çiki nuk mundet më i bë dikujt të hajr dobi. Se është në dorën time, po thot Allahu azza wa jall. Çka mendon ti dikush për evlijave ose për muslimanëve tjerë që dikush i lutet atij, i kërkon shpëtim, i kërkon. A mundet me bë diçka? Nëse pejgamberi alayhi salatu wasalam si ka bë dobi axhës vet, mendon se dikush ka më bë dikujt tjetër? Andaj kjo është arsyeja ose njëra prej ursive që ka përmendur ulemoja pse Allahu azza wa jalla ka bërë që Abu Talibi të ndronjë jetë si jo musliman. Edhe pse edhe një pjesë e kësaj kuptohet ndoshta nga hadithi që e përmendëm. Do thonë e kisha thonë këtë fjalë veç me t'i kënaqësinë ose me ta kënaqësh veshin tanë ose zemrën tane. Do thonë nuk ka që e besojmë këtë fjalë. Ama veç që ti me kanë rahat. E nëse i kështu atëherë Allahu azza wa jalla, do thonë është këtu me rëndësi vëllazër kur flasim për këtë temë, është me rëndësi një pjesë e ajetit ku thotë Allahu azza wa jalla sura Al-Baqara wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e din e ju nuk e dini. Do thonë gjithsesi se Allahu subhanahu wa taala kur do të vepron diçka vepron në bazë të urësisë së tij. Ama gjithsesi se ka urësi dhe ka pas diçka që Allahu subhanahu wa taala nuk e ka bërë që Abu Talibi ta pranon islamin ose ta pranon udhëzimin dhe besimin e shnosh. Andaj çështja është në dorë të Allahut azza wa jalla, Allahu zon ka don. Allahu e lën të devijojmë ka don. Allahu e privon dikën nga udhëzimi. Allahu e hap zemrën dikujt në islam në bazë nga urësia e tij. Ama do të më pas parasysh se Allahu pa drejtësi nuk i bën kërkujt. Po, domethënë njëri mundet me zgjedh, me kërku, me refuzu edhe me pranu, ama ndërkohë Allahu azza wa jalla ka me gjyku me drejtsinë e tij, me dijen e tij dhe me urësinë e tij subhanahu wa taala, sepse wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e din e ju nuk e dini. E jona është ne me eduku, me këshillu, me orientu njerëzit, me ju fol atyre, me i thirr ato në fenë e Allahut azza wa jalla. Pastaj zemrat nuk i kemi në dorë, i ka dikush tjetër dhe Allahu neve nuk na vet për rezultatin që ndodh. Por na vet Allahu azza wa jalla nesër për punën tonë kemi bën çashtu siç na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Me vdekjen e axhës vet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam humbi mburojën e jashtme që kishte. Kurejshët tash e kuptuan mos se nuk ka kush kam i dalë në krah pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj guximi i tyre ose sulmi i tyre u shtu dhe u ashpërsua edhe më shumë. Kurejshët fillon të i bojnë diçka pejgamberit alayhis salatu wasallam pas vdekjes së Abu Talibit që si ka shku ndërmend ose s'ka guxuar me bë më herët. Do thonë ka pjesë e madhe maltretimi, ndoshta një pjesë që kemi përmendur më herë kur kemi fol për peripecitë ose torturat që i kanë ndodhur pejgamberit alayhis salam nga ana e mushrikëve. Do thonë një pjesë e madhe aty me kanë ndodhur veç që kanë thonë edhe Mikaimi ose të tjerë kanë thonë kanë ndodhur pasi ka ndruar jetë Abu Talibit. Andaj janë shpërsuar domethënë sulmet për arsye se guzimi tash u bë më i madh i mushrikëve. Udhëheqësia është shumë e rëndësishme këtë ta kuptojmë vëllazër. Pse jo vetëm për faktin se Abu Talibi ka ndruar jetë, se tash Abu Talibi ka ndruar jetë pa ka një person, ama fisi vet alo gjallësh. Pse e morën këtë guzim, këtë zemër tash mushrikët që me sulmu dhe mu ashpërsu sulmin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Për arsye se tash kryesori i fisit Banu Hashim ishte kush? Abu Talibi. Po me vdekjen e tij do të më bë dikush kryesor. U bë kush? Abu Lehebi. Ama edhe pse u bë Abu Lehebi tash kryesori, nuk ka që Abu Lehebi ka të rësu qashlet, sepse ka pas një falloj rrejni ta ka arabët, rren i fisit, apo rren fisnor. Edhe ai prapi ka dalë në krah. Andaj të bile transmetohet me njënën se njëni Ebul Gaji Dhale e ka shoh pejgamberin alayhis salatu wasalam, hak ka marrë Abu Lehebi. Zguzon ti me shoh një pintem sepse ajo është pjesë fisit të. Mirë po, mushrikët është me një transmetim thonë se çka Abu Gaji Dhale kur është hak marrë Abu Lehebi për këtë sharje që ka bërë pejgamberi alayhis salatu wasalam, ki ka shku tek Kabe dhe ka thonë e ka braktis fen ton Abu Lehebi ka ai nuk është që ka braktis, pa thjesht e ka ndihmuar se i ka dalë në krah pejgamberit alayhis salatu wasalam për arsye të fisit. Ama tash mo mushrikët alarmohen, edhe tash e bëthurin një plan qish se Abu Lehebi nuk ban kurse si ai më pranu.
me pranu islamin. Dhe do të me bë diçka, çka? Shkojnë me provoku nëpërmjet Ebu Xehlit edhe Ukbe ibn Muajtit. I dërgojnë edhe Ebu Xehlin këshiret, domethënë koka e sherrit ka mos është Ebu Xehli, edhe atë edhe këtu. Tash Ebu Xehli edhe Ukbe ibn Muajti dhe shkojnë tek Ebu Lehebi dhe shkojnë thonë, "Ç'keni pijata, a ken vet? Çka thot për babën tan, Abdul Muttalibin? Ku është?" A ki normal kjo e rronë për ta kanë dhe shkon në vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë është me akaumihi, është me popullin e vet. Me popullin e vet e kupton kjo që domethënë i shpëtuam. Edhe kur shkon thotë në veta, po thotë çka tha çështu? Jo, ka thonë ai thotë se është në zjarr, yazumunahu fi nar. Kthehet prapë o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thotë e yadkhulu Abdul Muttalib në nar? Abdul Muttalib jahin zjarr? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata ala ma mata alayhi Abdul Muttalib dakhala an-nar." Kush vdes në atë që ka vdes Abdul Muttalibi ka me në zjarr. Atëherë nervozohet shumë, turbohet shumë Ebu Lehebi dhe thotë, "Wallahi la barihtu laka illa aduwan abada wa anta tazumuna Abdul Muttalib fi an-nar." Ka thonë pashallahin, prej këtij momenti jam për herë armiku jot përderisa ti për Abdul Muttalibin thotë që është në zjarr. Dhe nga ky moment, edhe pse përgjigjja ishte e sinqertë pejgamberit alayhis salatu wasalam, domethënë Ebu Lehebi e ka llogarit këtë përgjigje si fyrje ndaj të ronë për arësve, andaj edhe ja ka hekat që quhet el gjivar, që atë mbrojtën fisnore pejgamberit alayhis salatu wasalam. Edhe zyrtarisht pejgamberi alayhis salatu wasalam po mbet më pa mbrojtje fisnore. Andaj pa mbrojtjen e fisit vet Banu Hashim, kush do mujke me sulmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Mekë dhe nuk frigohej se ka me hakmar dikush ose ka me pas gjakmarrje. Andaj më Mekë u bë edhe e vështirë ose e pajetueshme për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj për këtë plotësisht besoj bëhet e qartë pse, domethënë u detyru pejgamberi alayhis salatu wasallam sikur se ta përmendim ligjërat të tjera, u detyru pejgamberi alayhis salatu wasallam me dalë në Taif me kërku ala të tjerë, por arsye se më Mekë më ishte shumë e vështirë sepse edhe as fisën e vet më nuk e kishte me vete. Gjatë kësaj periudhe është përmend që dikush prej mushrikëve ka hudh, domethënë dhë mbi kokën e pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe kështu me dhë në kokën e tij ka hi mrena shtëpi dhe ka shku njëna prej vajzave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta pastron, t'ja hek dhëven dhe duke çajt pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka thonë la tabki ya bunayya fa inna Allaha maniun abak. Mos shojoj bia ime për arsye se Allah ka më mbrojt babën ta. Kur vdekja e vëllezër Ebu Talibit, kam përmendur ulemat disa dobi dhe mësime, ai kryesora që është se tauhidi është çelësi i xhennetit. Besoj historia e Ebu Talibit është prej argumenteve më të fuqishme të rëndësisë së akides. Domethënë ai edhe pse mbrojti Islamin, mbrojti pejgamberin alayhis salatu wasallam, duroi shumë gjëra, veç për faktin se nuk e tha la ilaha illallah, nuk e kishte tauhidin. Domethënë kjo bën që me hiajnë në zjarra dhe mos me fitu xhennetin. Ibn Qayyim rahimahullahu taala ka thonë la yadkhulu al-jannata nafsun mushrika. Nuk ka mundësi me hinë xhennet dikush që është mushrik. Po kanë me hinë ata që kanë tauhid. Fa inna tauhida huwa miftahu babiha. Se tauhidi, besimi është çelësi i derës xhennetit. Dhe kush do që nuk e ka këtë çast nuk ka mundësi me u hap ajo derë. Andaj Allah tha innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Kush do që i bën shirk Allahut, Allah ja ka bën atij haram xhennetin. E dyta prej dobive është rreziku i shoqënisë keqe. Domethënë njëri ndikohet shumë nga shoqënia që e ka, domethënë në veçantë në çështje vendimtare, po. Ebu Xehli dhe Abdullah ibn Abi Umayya ndikunte Ebu Talibit që ai mos më pranu këtë ftesë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë ata penguan që mos më hy ai në Islam. Dhe nga kjo del që besimtarët do të më këshirë mirë me zgjedh shoqëninë e mirë, domethënë më largu nga shoqëria e keqe sepse shoku i keq mundet më bë pengesë mes njerit edhe lumturisë përjetshme, sikur se i ndodhi edhe Ebu Talibit, apo sikur se është në ata hadithin e njohur që kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mathalul jalisi salih wal jalisi su ka mathali sahibil miski wa kiril haddad. Do të shembull atij që shok i mirë dhe atij që është shok i keq, është sikur se ai i cili shet parfum dhe ai i cili ose ai xhiriku i farkatarit. Do të thonë që shet parfum ose kemë ble ose kemë një erë të mirë, ndërsa nga ai tjetri ose më pakta domethënë kemë një erë të keqe. E treta prej dobive është se Allahu azza wa jall i edukon bartësit e davetit përmes provave. Allah ka mujt me bë Mekën musliman për një ditë. Ka mujt Allah azza wa jall me dërgu me dënu mushrikët
Do të thonë vesh një melaç ose vesh një kun fejekun dhe i shkry kjo më pse. Do të thonë pse u dash muslimanat me kalu nëpërmjet sprova, për arsye se Allah nuk ndërton vetëm fitore vëllezër, por ndërton burra. Ibn Qayyim ka përmend një fjalë ti ka thonë laula mihanu dunya wa masaibuha la asaba al-abd min adwa'i al-kibri wal-ujbi wal-far'anati wa qaswati al-qalbi ma huwa sababu halakihi ajilan wa ajila. Thot mos i shikon sprovat në dunja, thot njeriu do të prishej. Njeriu e kishin kap disa smuje të zemrës, kibrit edhe vetpëlqimit e të tjera, mos po vinë që këto sprovat edhe zbret edhe shpëton dunja edhe në ahiret për ndryshe domethënë do të shkatërron dunja edhe në ahiret. Andaj është mirë me ditë vëllezër se për arsye të këtyre sprovave besimtarët pastaj mujten me përballu Bedrin e disa tjera, Uhudin e të tjera, sprova që ardhën më vonë. Andaj Bedri nuk ka filluar në Bedr, po ka filluar në atë shebën e Abu Talibit. Gjithashtu edhe Uhudi dhe gjithashtu edhe Medina. Medina nuk ka filluar në Medinë, çashtu më kanë. Po Medina ka filluar çish në Mekën e sprovave. Andaj nuk duhet mu frigu besimtari për sprova, po duhet mu frigu kur sprovat nuk ndikojnë që ai mu përmirësu ose me përfitu mu afru te Allahu subhanahu wa taala. Dhe e katërta prej dobive, besoj edhe e fundit, është se shfryzimi i rasteve dhe momentet vëllëshme për me bë davet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e përshef se ka fundi është për shfryzon për me bë davet. Edhe pse ai kishte bë davet 10 vite rresht as Abu Talibin. Tash edhe në gjatë kësaj periudhe domethënë ka shfryzuar për me thirrën islam. Dhe kjo ka ndodhur pasaj edhe në Medinë. Çka nxjerr Imam Buhariu nga Anas radhan kana gulamun yahudiyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarid. Ka qenë njëri prej djelmoshave të jehudi që e ka shërbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe është sëmur. Ka shku pejgamberi alayhi salatu wasallam te shtëpia vet dhe ka thënë islam, ka thonë aslim. Pranoj islamin. E ka kthyer baban e vet, ka thonë atë e Balkasin. Thot ban çka po thot Ebul Kasimi dhe ka pranuar islamin. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam ka dalë gëzuar duke thonë alhamdulillah alladhi anjahu min an-nar ose anqadhahu min an-nar. Alhamdulillah Allah që e ka shpëtuar nga zjarri. Domethënë mundesh me kanë ti axha e ti po shpëton, mundesh me kanë jehudi djelmosh, domethënë që po shpëton. Kjo është dorë të Allahut sepse innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Andaj kjo besoj është një dobi që është shumë e rëndësishme për besimtarin, se sunimi, qëllimi jon është daveti. A daveti është vëllazër në mëshirë për njerëzit. Është për mi shpëtuar vetë nga zjarri, jo për mi përfituar. Pejgamberi alayhis salam besoj mundi me vërret. Ka shku te Abu Talibi në fund të jetës. Tashmë nuk i duhet më Abu Talib, se ki vdes edhe më, e ka ditë se ka mbrojtjen e tij. Ka shku te ki jahudia, ka bëhon, se ki më për krahas, ke sa tu vdek. Pse po e thirr këta? Po s'm duhet mu ki më kanë për krahas jam, me kanë dim si jam, se s'm duhet mu. Po duhesh të bëna sebeb që ai me fitu xhenetin Allah subhanahu wa taala. Andaj përfund vëllazër, nuk bën besimtari mu vanu, vetë duhet në hak me pranu për arsye se Abu Talibi nuk e ndali mungesa argumenteve. E di që Islami domethënë është hak dhe vërtet, ama presioni që kishte shoqërisë domethënë e bani që ai mos më pranu ose tradita ose lidhen që ka pas me baballart. Besoj ja vlen me përmend këtu që nuk bën me kanë mendimi i njerëzve më e rëndësishme të tij se sa kënaqësia Allahu subhanahu wa taala. Andaj vdekja e Abu Talibit për pejgamberin alayhis salatu wasallam ishte plagëron, ishte proveron, ama sprovat ende nuk ishin përfunduar. Domethënë kjo është një pjesë e sprova, po edhe më rona do të vike, do vjen pas pak ditëve kur pejgamberit alayhis salatu wasallam i vjen edhe një goditje tjetër, bile më e vështirë se sa vdekja e Abu Talibit. Mi po për këta inshallah do të flasim në gjëratën tjetër duke lutur Allahun subhanahu wa taala të na ruani imanin ton, ndërsa ta takojmë Allahun subhanahu wa taala të na bën për atyre që e shoqërojnë pejgamberin alayhis salatu wasallam xhennet ashtu siç jemi duke shoqëruar sirën e tij këtë dunja wallahu taala. A'lamu sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.